Përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 17. Punëtorët e RTK-s protestuan edhe sot para objektit të televizionit publik duke kërkuar zgjidhje për pagat e tyre të cilat si kanë marrë anipse kanë kaluar 13 ditë. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të RTK-s Gëzim Bimbashi tha se situata e krijuar nuk është më thjesht krizë ekonomike, por krizë dinjiteti. U paralajmërua edhe grevë nga e hëna. Java e dytë e nëntorit, punëtorët e radio-televizionit të Kosovës po i gjenë ende pa i marë pagat për muajin tetor. E mosmarrja e pagës ka detyruar punonjësit e transmetuesit publik të protestojnë për herë të tretë brenda muajit nëntor. Para objektit të televizionit, sindikata punëtorëve të RTK-s ripërsëriti kërkesën për ekzekutim të pagës duke paralajmëruar grevë. Kryetari i sindikatës së punëtorëve Gëzim Bimbashi këtë gjendje e quajti krizë që prek të gjithë punonjësit, ndërkohë që arsyetimet e institucioneve i konsideroi betejë mes partive politike. Gjendja në RTK është përkëtësuar ndërsa institucionet vazhdojnë të heshtin. Mbi 700 familje të punonjësve të RTK-s po përballen çdo ditë me probleme për mbjetesë. Presionin nga bankat, vështirësi për të paguar faturat e energjisë, ankthi përditshëm për të ardhmen. Kjo nuk është thjesht më krizë ekonomike, është krizë e identitetit. Nëse deri javën e ardhshme nuk ka ndonjë përgjigje rreth pagave të punonjësve, Bimbashi nënvizoi se të hënën sindikata do të dalë me qëndrim zyrtar për bojkotimin e të gjitha ngjarjeve me karakter politik. Në mbështetje të punëtorëve të transmetuesit publik ishin edhe Asociacioni i Gazetarëve, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura dhe Sindikata Bashkuar e Arsimit. Thirrja jon është që tashmë edhe që ka përfunduar fushata për zgjedhjet lokale të ketë një përkushtim të qeverisë së Kosovës për të gjetur një zgjidhje për të evituar këtë grevë, por nëse greva ndodh jemi absolutisht në përkraje, është një prej formave sindikale të protestës. Kur punëtori del në rrugë, ai nuk del nga dëshira, por nga dhëmbja e padrejtësia. Kur punëtorët e RTK-s, gazetar, redaktor, teknik, punëtor të informacionit, dalin për të protestuar, kjo nuk është turpi tyre. Kjo është turpi atyre që duhet të dëgjonin, por zgjodhen të heshtin. Kjo sindikate ka mbështetjen e plot dhe ne mendojmë ta përcjellim situatën dhe të bëjmë edhe veprime tjera të solidaritetit, nga se në sindikata në Kosovë, më pak ndoshta, po në sindikatat në botë, solidariteti është shtyll për sindikalizmin. Në këtë protest u paralajmërua për grevë që do të nisë të hënën, fillimisht me nga 1 orë në ditë e pastaj edhe më gjatë, në rast se nuk merret asnjë mas që garanton pagat e 700 punëtorëve të radio-televizionit të Kosovës. Ndërkohë, ministri në detyri financave Hekuran Murati ka reaguar në rrjetin social Facebook lidhur me situatën e krijuar edhe në RTK. Sipas tij, bllokimi i buxhetit për 2026, buxheti i RTK-s, ai për 2025 për Prishtinën, Gjilanin e Zubin Potokun dhe plani i rritjes i BE-s, marrëveshja me Bankën Botërore, po bëhen sepse opozita po refuzon të krijojë komisionet parlamentare të përhershme. E lidhur me mos ekzekutimin e pagave për 700 punëtorët e RTK-s nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se përgjegjësia kryesore bie mbi qeverinë e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Përket opsionit për punëtorët e radio-televizionit të Kosovës, ka mundësi, qeveria ka marrë vendim, i ka shpërndar nga 100 euro pa asnjë bazë ligjore, ka mundësi, ka pas një praktikë të tillë dhe të njëjtën praktikë mund ta përdor prapë me një vendim të qeverisë në detyrë ta shtyj këtë problem, për shkak se nuk jep zgjidhje për s'paku ta shtyj problemin deri në një kohë kur kemi institucione funksionale. Po të jemi të qartë para qytetarëve, pretendimet qoftë të kryeparlamentarit, qoftë të ministrit të financave në detyrë janë vetëm propagandë e kohët. E pavarësisht sfidave financiare, Radio-Televizioni i Kosovës do ta vazhdojë transmetimin e ndeshjeve të kombëtarës së Kosovës në futboll. Dardanët i zhvillojnë 2 përballje, fillimisht të shtunën nga ora 20:45 me Sloveninë në Ljubljanë në ndeshjen më të rëndësishme të kombëtarës tonë. Ndërsa të martën më 18 nëntor në stadiumin Fadil Vokri, Dardanët e mbyllin fazën e grupeve me ndeshjen kundër Zvicrës.
Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim drejtorin e Institutit të Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe Hetemi. Osmani tha se ky institut është zemra e kujtesës kombëtare, vendi ku ruhet e vërteta për periudhën më të rëndë të historisë. Sipas presidentës, me mira dëshmi të mbledhura e të dokumentuara, ky institucion mban gjallë kujtesën e krimeve të kryera nga Serbia ndaj popullit të Kosovës. Zëvendës kryeministri në detyrë dhe kryenegociatori i Kosovës për bisedime me Serbin Besnik Bislimi thotë se e ka njoftuar përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen se Serbia po i bllokon mjetet e Kosovës të destinuara për luginën e Preshevës. Ai tha se Serbia 3 herë radhazi ka bllokuar të hollat e dërguara nga Kosova që kanë të bëjnë me furnizimin me tekste shkollore për krajen e aktiviteteve ndërkombëtare të avokimit dhe funksionimit institucional të Këshillit Kombëtar Shqiptar. Sipas tij, mjetet po refuzohen pa dhënë asnjë arsye ligjore. Bislimi theksoi se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj procesit të dialogut, por nuk mund të qëndrojë indiferente kur mekanizmat administrativ përdoren për t'i cënuar të drejtat e shqiptarëve në Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës, Enkel Regjepi, reagoi lidhur me votimin e antarëve të Këshillit të Rregullatorit për Mediat Elektronike REM në Kuvendin e Serbisë, duke theksuar se shqiptarët janë përjashtuar padrejtisht nga ky proces. Ai tha se në seancën e Kuvendit të Serbisë u votua për përbërjen e re të REM-it, ku zgjodhen 8 antarë nga propozimet e institucioneve dhe shoqatave serbe. Megjithatë, tha se asnjë nga kandidatet e propozuar nga Këshilli Kombëtar të Pakicave Kombëtare, përfshirë shqiptarët, nuk mori mbështetjen e nevojshme për të bërë pjesë e këtij organi. Sipas Regjepit, kjo është një dëshmi e qartë e qasjes diskriminuese të qeverisë serbe ndaj Pakicave Kombëtare. Edhe Shahid Kamberi, deputet në Kuvendin e Serbisë nga lugina e Preshevës, ka thënë se diskriminimi ndaj shqiptarëve nuk është i rastësishëm dhe as procedural, por sistematik dhe i organizuar. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Michael Dërki, dëshmitari i mbrojtjes i cili shërbeu këshilltar politik i komandantëve suprem të forcave aleate të NATO-s në Evropë gjatë periudhës përkatëse, ka përfunduar dëshminë në Hag. Gjatë dëshmisë në gjykat për 2 ditë me radhë, Dërki ka thënë se Hashim Thaçi nuk ka pasur autoritetin dhe kompetencën për të ndaluar dhunën e cila u zhvillua në verën e vitit 99. Dëshmitari ka mohuar se i kujtohen disa nga ngjarjet në të cilat pretendohet se UÇK-ja ka kryer krime, si në Rahovec, ku pretendohet se UÇK-ja ka ndaluar rreth 85 serbë në korrik të vitit 98. Kjo çoi në përplasje mes avokatës Nina Tavakoli, e cila kundërshtoi pyetjet e prokurorës, duke thënë se ata duhet të fokusohen në çështje që kanë dalë nga pala e thirrse dhe se nuk kanë bërë asnjë pyetje se çfarë ka ndodhur më 1998. Pas kësaj, ndërhyri kryetari i trupit gjykues duke thënë se janë pyetje për të testuar besueshmërinë e dëshmitarit dhe në favor të argumenteve të tyre. Pas ndërprerjes përkohshme, ka vazhduar seanca në gjykatën themelore në Prishtinë, e fjala hyrëse në rastin ku ishe doganjeri Bedri Shabani dhe ish polici Muharrem Qerimi akuzohen për veprën penale spionazh. I akuzuari Bedri Shabani ka thënë se nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, duke kërkuar shtyrjen e seancës, e cila rifilloi pas gjysmë ore pushim. Gjykata ndërkohë u njoftua me raportin me shkrim nga qendra e paraburgimit në Gjilan për gjendjen e tij shëndetësore. Kjo bëri që trupi gjykues më pas të shtyjë seancën për datën 20 nëntor në orën 9:30. Ndërkohë, prokuroria themelore në Prizren ka ngritur akt akuzë kundër 2 personave me inicialet BB dhe BK për veprën penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje. Sipas aktakuzës, të pandehurit në periudhën 22 maj 2018 deri më 22 tetor të atij viti në Suarek, duke vepruar në cilësinë e personave zyrtar, BB si menaxheri kontratës dhe BK si mbikëqyrës i projektit,
Pa miratimin e zyrtarit kryesor administrativ, dyshohet se kryetarit të Suarekës ja kanë ndryshuar përmasat dhe parallogarit e punimeve, duke shkaktuar dëm e buxhetit komunal rreth 7.000 euro. Kosova ka filluar përgatitjet intenzive para ndeshjes me Sloveninë, e cila transmetohet drejt për drejt në RTK1 të shtunën nga ora 20:45. Kombëtarja e Kosovës si ka vazhduar përgatitjet për 2 ndeshjet vendimtare të ciklit kualifikues për kampionatin botror 2026 ndaj Slovenisë dhe Zvicrës. Në seansën që u zhvillua në stadiumin Fadil Vokri, përzgjedhësi Franco Foda i kishte në dispozicion të gjithë futbollistët e grumbulluar. Në këtë shërbitje dardanët janë përqendruar kryesisht në aspektin taktik. Futbollistët po përgatiten me motiv të lartë për të vazhduar serinë e rezultateve pozitive dhe për ta mbajtur gjallë shpresën për kualifikimin historik. Kosova luan në Ljubljanë kundër Slovenisë të shtunën me fillim në orën 20:45. Këtë ndeshje, Radio Televizioni Kosovës do ta transmetoj drejt për drejt. Ndërkohë Shqipëria e ka zhvilluar stërvitjen e fundit para ndeshjes së sotme kundër Andorrës. Kombëtarja shqiptare i ka përfunduar përgatitjet për ndeshjen e sonte ndaj Andorrës, që do të zhvillohet në stadiumin kombëtar të Andorrës me fillim në orën 20:45. Kuqezin të drejtuar nga trajneri Silvinjo zhvilluan një seancë të plotë stërvitore dhe të gjithë lojtarët janë gati për ndeshjen e sonte. Sfida ndaj Andorrës është e parafundit në kualifikuesit e botrorit 2026, ndërkohë që me 16 nëntor Kuqezin do të përballen me Anglinë në stadiumin kombëtar Air Albania në Tiranë në duelin e fundit të kësaj fushate kualifikuese. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Bashkisë Ndërkombëtare që të ndërmarrë masa për ta ndërprerë rrjedhën e armëve për kryengritësit sudanez, të cilët akuzohen për vrasje masive dhe krime të ndryshme kundër njerëzimit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio i ka bërë thirrje Bashkisë Ndërkombëtare që të ndërmirën masa për ndalimin e rrjedhës së armëve për kryengritësit sudanez të forcave të përkrahjes së shpejtë apo RSF. Rubio tha se ky grup ka kryer krime të shumta, përfshirë vrasje dhe dhunime sistematike. Kërkesa e Rubios erdhi pasi që RSF pas 18 muajve të rrethimit mor kontrollin e qytetit El Fasher. Një pjesë e popullatës arriti të largohet nga qyteti, por shumë mbetën në duart e kryengritësve, prej ku raportua për mira vrasje arbitrare dhe krime të tjera kundër popullatës civile. Organizatat humanitare dhe Kombet e Bashkuara thanë se vrasjet ishin në shkallë të tillë, saqë grumbujt e trupave të pajetë dhe varrezat e sapohapura masive shihen qartë nga satelitët. RSF ka funksionuar në aleancë me forcat qeveritare të Sudanit, por në vitin 2023 ky grup u rebelua pas një konflikti të brendshëm për pushtet, duke nisur luftën civile, e cila ka nxitur krizën më të madhe humanitare të këtij shekulli, duke detyruar më shumë se 12 milion njerëz të zhvendosen. Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara dhe grupet e ndryshme humanitare kanë thënë se përveç përkrahasve të qeverisë, RSF po i shënjestron grupet etnike jo arabe në mënyrë sistematike, duke kryer gjenocid kundër tyre. Qeveria sudaneze akuzon Emiratet e Bashkuara Arabe për ndihmë RSF-s në armatim si dhe me mercenar nga vendet e ndryshme afrikane. Emiratet mohojnë të gjitha akuzat. Njëkohësisht, Kombet e Bashkuara dhe IOM kanë thënë se ndihmat të cilat agjencitë humanitare po arrin t'i dërgojnë në Sudan nuk janë askund afër atyre të cilat nevojitën për të siguruar mbijetesën e miliona të zhvendosurve. E pasi u miratua në Senat dhe dhoma e përfaqësuesve miratoi projekt ligjin për shpenzimet e qeverisë amerikane, duke mundësuar kështu rihapjen e saj, e cila qëndroi mbyllur më së gjati në historinë e SBA-s. Projekt ligjin më pas të nënshkroi presidenti Donald Trump, duke e kthyer atë në ligj.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar projekt ligjin për shpenzimet me 222 vota për dhe 209 kundër, duke mundësuar kështu rihapjen e qeverisë federale, e cila qëndroi e mbyllur për 43 ditë, periudha më e gjatë në historinë e SBA-s. Presidenti Donald Trump e nënshkroi më njëherë projekt ligjin duke e kthyer atë në ligj. Ky ligj siguron fonde për funksionimin e qeverisë vetëm deri më 30 janar, kur ligjvënësit do të duhet sërish të bien dakord për mënyrën e financimit të saj. Gjatë kohës së mbylljes së qeverisë, shumë agjenci federale pezulluan punën, ndërsa rreth 1.4 milion punonjës u dërguan në pushim të detyruar pa pagesë ose punuan pa marrë pagë. Edhe pse republikanët e kontrollojnë Senatin, ata nuk kishin numrin e nevojshëm prej 61 votash për ta kaluar projekt ligjin, ndaj 8 vota nga demokratët ishin vendimtare për miratimin e tij. Në këmbim, demokratët siguruan premtimin për një votim në dhjetor për subvencionet në kujdesin shëndetësor, si dhe garanci që të gjithë punonjësit federal do të marrin pagat e prapambetura për periudhën e mbylljes. Ligji përfshin gjithashtu financimin për programin e ndihmës ushqimore që mbështet 1 në 8 qytetar amerikan. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e orës 17. Për këto dhe më shumë informacione, ne do të takomi në edicionin qendror të lajmeve. Deri atëherë, mirëmbëjtje.